Për shembull ti ke mujt, për marr shembull se nuk jem fetar, kështu që mi ditë njoh mirë fejem, po ke mujt me bë haram diçka, mrena mbik që se kështë bë jashtë. Se është sprov shumë e madhe. Absolutisht. Që aty për shkak unë kum hi për shembull mi testu limitet e mia morale, kujdesin, sa bërle. Edhe aty bën me hi me testu edhe devotshmërinë se është shumë një farë lloj sprove e madhe. Se të bjen me një pjesë psikologjike që pak harron kush e kon jashtë. Po, ama tani varet edhe mosha. Po. Çfarë moshe hyn aty? Unë jam kon shumë. Tani në moshën teme asgjë nuk mundet me befasu mu për me befasu publikun. Sigurisht. Saj përket moralit, saj përket shumë gjanave. Tani aty mrenda, ando ndonjëherë që thu diçka e ke thonë diçka tjetër. Po, më qysh ju, që të më konë me shumë njerëzi aty në kontakt qëndë, kur ke folë për dikon me dikon, atëherë ti s'ke folë tinza, po që që unë personalisht që s'kum folë për halë këtë jetën aty për 2 javë dhe kum rrijat. Aty pas ke po haram kështu. Haram për dëmton, edhe një që e mdolë për karakterit e unë kam shumë mërzi me folë për dikon. Dhe kum zonë vetën, nuk ma kanë qitë në prajmë. Po thesha e sholla nuk ma qitë, se qysh, kum pësësh mu kujdeke se folë, ti e përmen dikon ti dikon edhe ti e lëshon një lafë, se unë është më konë shumë, po. Absolutisht, po pra. Edhe ata e kum pravu të mani, ka të të mira pikun, ti në rëndë sen. Asini ngi ju dy për pikë bra, bodhi ku me të qumë. Jo, s'kina folë bashkë, kur, se na folë me një pikë. Jo, tani, ideja është që e jenëm prej... Jo, mërë dhe unë Jo, me mesa, që ka edhe të tillë Masi po folet për big. Kërgja kështu me mendime që nuk e bëje